Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Drejtorinë Vendore të Policisë së Vlorës arrestuan në flagrant shtetasin 32 vjeç X.Ç, banues në Vlorë. Ky shtetas, duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur në aksin rrugor Sherish Vlorë, ka humbur kontrollin mbi drejtimin e automjetit dhe përpasoj automjeti ka dalë nga rruga, ku u dëmtuan drejtuesi i mjetit dhe pasagjeri Y.Ç, të cilën ndodhen në spital jashtë rrezikut për jetën. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Komisariatin e Policisë Sarandë arrestuan në flagrant shtetasin G.Sh, 42 vjeç, banues në Tiranë, pasi u konstatua duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare në Drejtorinë Vendore të Policisë së Vlorës referuan materiale në prokurori për veprën penale mashtrimi ndaj shtetasit RH, 55 vjeç, banues në Tiranë, pas kallëzimit të bërë nga shtetasi KB, 64 vjeç, banues në Vlorë, i cili pretendon se është mashtruar në lidhje me shitblerjen e një prone. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë së Vlorës referuan materiale në prokurori ndaj shtetasve RL, 60 vjeç, banues në Vlorë, i kallëzuar për vjedhjen e një kablli elektrik që shërbente për furnizimin me energji të shtyllave të ndriçimit në rreth rrotullimin e rrugës së bypassit. SM, 30 vjeç, banues në Vlorë, i shpallur në kërkim për veprën penale vjedhja, pasi dyshohet se ka shitur në një pikë grumbullimi një automjet të marrë me qira. IG, 39 vjeç, banues në Vlorë, i shpallur në kërkim për veprën penale vjedhja, pasi dyshohet se ka vidhur një shumë parash në ambientin e një firme ku ishte punësuar si shofer. GM, 28 vjeç, banues në Vlorë, pasi gjatë kontrollit fizik të ushtruar nga forcat speciale shqiponja, ju gjet një mjet prerës thik, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Por nga këta specialistë referuan materiale në prokurori pasi në datën 6/2/2026 në Spitalin Rajonal Vlorë është çuar pa shenja jete një fëmijë 4 vjeçar. Nga këshyrja paraprake nuk janë konstatuar shenja dhuna apo dëmtime të tjera. Vijojnë ekzaminimet e mteshme mjekoligjore për përcaktimin e shkakut të ndërrimit të jetës. Materialet procedurale ju referuan prokurisë së Vlorës për veprime të mteshme.